si paraqiten situar? Atëherë jemi në ditën e 4, natyrisht që jemi akoma në situatë emergjence në shkallë vendi në lidhje me prezencën e rreshjeve në nivel kombëtar. Situata është në kontroll, thuajse që të gjitha institucionet, strukturat, operatorët janë të angazhuar sipas prefekturave dhe bashkive dhe momentalisht jemi në urën e Mifolit ku duhet të theksojmë se prej gati 12 orësh ka filluar rënja e nivelit të Vjosës. Tashmë është larguar rreziku ose risku i shtuar dhe presim që të hyjë totalisht në shtratin e vet, pasi edhe nivelet në Përmet dhe në Memalia, në Drinos dhe në lumenjtë e tjerë, Shushica dhe në lumenjtë e tjerë kanë rënë ndjeshëm nga dita e djeshme dhe e pardjeshme ku intensiteti që i jashtëzakonshëm i prurjeve deri në maksimale, por duhet të theksojmë që gatishmëria ka qenë e jashtëzakonshme e të gjitha strukturave dhe institucioneve dhe nuk kemi aktualisht as probleme me banorët, por prezencë ujë natyrisht që kemi, ku pas fazës menaxheriale të gjendjes së emergjencës do të fillojmë njëherë me rehabilitimin, megjithëse e kemi filluar në Sarand, në Lezhë dhe në shumë vende të tjera ku ka pasur nevojë, ka pas dëmtime të pritave të rezervuarve dhe të liqeneve, të cilët në Lezhë mund të themi që është rehabilituar totalisht me mbështetjen dhe ndërhyrjen e strukturave operacionale të Lezhës, të prefekturës, operatorëve, por edhe të forcave të armatosura, të cilat kanë qenë prezente thuajse në të gjitha rastet. Për shembull, duke qenë se qëndroni në urën e Mifol, megjithatë duhet të mbledhje të gjithë qarqeve. Duke qëndruar që nga banesat e përmbytura sa është numri sot në Fier, në Vlorë, por edhe ndërtimet e tjera në Gjën e Gjallë dhe me informacion që ju keni. Ne sapo kemi përmbyllur një raport të detajuar, i cili ju vjet më njëherë në dispozicion që të gjitha medjave nëpërmjet komunikimit nga Ministria e Mbrojtjes dhe në mënyrë të detajuar dhe specifike gjithë prezencën e ujit, sipërfaqet e prekura prej rreshjeve, por edhe banesat e prekura apo dhe numrin e banorëve të evakuar. Duhet të theksojmë se këto rreshje kanë përfshirë pothuajse që të gjithë vendin, ndonse në ditët e para për datës 17 patëm në risk të shtuar qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës, më pas kaluam në risk të shtuar edhe në Gjirokastër, në Berat, në Korçë, në Vlorë, në Fier. Pothuajse të gjitha qarqet kanë pasur problematika, por që problematika që janë menaxhuar pasi ka qenë pothuajse gjithë sistemi i emergjencave civile në funksion të plot, me të gjitha kapacitetet. Banorëve ju është ardhur në ndihmë në kohë rekord, edhe për evakuimin kur ka pasur nevojë, por edhe për shërbimet të tjera të cilat kanë qenë të nevojshme. Duhet të informojmë publikun se prej ditës nesërme ose më saktë nga darka e datës 22 bien konsiderueshëm temperaturat, çka parashikohet sipas informacioneve të sinoptikanëve rreshje dëbore në zonat malore dhe ulja e temperaturave sjell edhe rezultat reduktimin e rreshjeve intensive në zonat bregdetare apo dhe ato kodrinore dhe shpresojmë që situata do të jetë më e menaxhueshme natyrisht, por pa diskutim që do të mbetet përsëri javë me e lagësht, me rreshje të pranishme, por që kërkon edhe angazhimin edhe mirëkuptimin e të gjithë komunitetit.